A ka politikanë të sinqertë? A janë të sinqertë politikanët shqiptarë apo jo? Si mendoni? Ku ka politikanë, gjiri për vete, duan se cili për vete, o lali, për ty, për mu, ka gjë? Jo. S'ka politikani, për vete, jam pashku partit, mere me në qamët, me drejta e njeriu, me ato të grekrit. Grekrit i rafën, i vranë, i prene, i bërë, e të një bëjmë prapë me ato. O lali, unë e ti të rojmë, politikanët në gordit. Që ka? Politikanë të sinqertë, të besës, të drejt për drejt, mos ta bëjmë me hile. Gjithë sinqertë janë. Gjithë? Kush është më i sinqerti? Në, Edi Rama. Çka ka të E sinqertë? Sali Berisha. Edhe kryetari i bashkisë. To janë më të sinqertit. Do dalje, kryetari i bashkisë. Kjo dali, Jam i sinqert, thotë. në morin qafë. Pse? Po doli dhe. Pse? To janë... E kisha për humor, e kisha për gallat, nuk e kisha... Po duam se na kanë mbyt politika. Ashtu, kështu që ku ka të sinqert këto janë gjithë interesatçi. Ku ka aty? Këtë ta nxjerrin. Është politik, si ka thënë e file diputana. Politikanët, file diputana, kështu i thaj. Tha, pse nuk u bone, tha, se mos e nxjerr, pse u bone, tha, file diputana, tha, do isha kryetar, do isha në parlament, tha. A tha, kështu ai. I tha nonës vet. Pse s'u bone file diputana që në theshin deputet në parlament. Se gjithashtu janë thonë? Po, gjithë. Ç'a duhet bëjmë ne që ta ndryshojmë këtë gjë? Ke Leni Kocaqi, është konfirmos. Tamam, bandi. Ajo ma ka mund me shenë dërë tashi. 5 libra e kam të asaj unë. I kam lexuar 5 libra të asaj. Po të këtyre tjerë ke marrë librat, i ke lexuar dhe s'të ka pëlqyer apo si? Po një gjë që flasin. Rama për shkakun ka bërë libër. Rama ka folë për Enver Hoxhën, Rama për dikush është i jati Edi Ramës. Kristaqi që ka vonë firmën, Avzinelën që e kanë varë atje në 89-ën, e kanë varë në Kukës. I jati këti. Domethënë ti ke lexuar librat e këtyre dhe vetëm Leni Kocaqi të pëlqen në mënyrën se si shkruan dhe mendojnë që do ta bëj këtë. Edhe ai që del këtu, edhe ai mirë flet. Del këtu ai Kastriot Ceka, Bashkim Karaj, dhe është edhe një këtu që del. Edhe ai mirë është, si quhet? A më del një burr këtu, të harrova emrin tash, por ka kriju dhe ai parti. A dheu çaj ka, edhe ai mirë. Më ka pëlqyer Beshkri Osman. Është Osman. Edhe ai më ka pëlqyer kështu si të folme, pastaj në realitet janë gjëra të tjera. Ka politikanë të sinqertë në Shqipëri? Jo, unë jam huaj. I huaj? Po. Where are you from? Iran. është me politikë, pa. Po me çfarë merremi? Me punë. Po punë është edhe kjo. Ja s'marr vesh që jam pa shkollë. Po politik po flasim, ndjek politikën apo jo? Marr vesh nga politika. Jam i shkufutur. Mirë e ke bërë. Politikanë sinqertë në Shqipëri apo jo? Gjithë të sinqertë. A ka politikanë të sinqertë të drejt për drejt Shqipëria? Ndjek do. Politikanët gjithë nërgjejshëm janë. Ti moshet ti çesh sektoret mishit të ty. A ne ti bësh mish grip, jo për njerëz, jo për qend. Pse po t'ja njerëzit infektohen edhe ata? Infektohen. Se bëm kanibalizëm. Për qend. Ti çesh sektoret mishit e ne ke qend aty. Qend e lalit. Qend e lalit, ku e gjej qend e lalit? Lali i ka çuar atje në kombinat. I trajtoi atje. Po ku e gjej lalin, e fullën në burg lalin. I sinqertë ishte dhe ai. Aje, më i mirë ka këto tjerë, po. Ai ka punu mund këtë vjellë, nuk diskutohet. A mo që punë ka boj, a qif deri nonë, pra, ka bo punë. Jo. Ai ka bo punë, shqip më bedin. Mund këtë vjellë, ne ka vjellë, të shqip. E në ty tjeshtë, në unë t'jem mas poshtë, dhe i lymë gjishtët. Kush është më i sinqerti nga këta? Ky, Erion Velia, më i sinqerti, ky është. E pe qarë tha ai si e qujnë edhe dje e dha televizori. Erion Velia e kam fut këtë burgë. Unë e kom me dokumenta, tha, e qishtë qa dosje. Ti mori këto përgëria, ti lexoj, tha, dhe vendosi, ta fusim burga për ta liroj. Ka llafe që do futen në burg dhe ta ulan balla. Llafe janë? Po s'ka që më dorë ta ulan balla, më burë. Ta ulan balla ministër
Leshi, o ministri nga ato të diasporës. Sa lekët me... Ke ministri brendshëm sa kohë? Po jam, mësë më korupcion, pse se di, si shefe i qarë bëbodë me këto, vetëm me qenë budal, ma zhë. Ndryshe, zbodë. Ta marri prapë Rama, thua? O, ja ta thajmë unë. 75 deputeti kam qepej. Po, ju ngeli gjithë ditën atje, kaptin si ka bo si trongën kaptina. Del për atje, nuk u veq, po del ke atje, ke shpia vetë, flet atje në shpi, edhe mush televizorin. A i del nga zyra? Po qatë zyre, me kush kanë zyre. Kush flet më bukur nga këta tani? Kush na e mbush mendjen? Ne, okej, për politikë thamë që është Elena këta, po në komunikim kush është më i mirë? Komunikime. Vetëm me Rama flet bukur. Ajo është, e ka thonë njani, nuk është e imja, është kryeministër Batutash. Ajo nuk është kryeministër, ajo i dështu ka qenë piktor. Ka vjedh pikturat e njonit, nuk e diti. Edhe i ka shit atje, është i dënuma në Paris. Ajo i ka... Po pra, ato pikturat ja ka vjedh ati, Korçarit, edhe i shitin Paris, edhe është i dënu, e kanë zjera ju ato dënimin që ka në Paris. Ka ndru emrin nga Edi Rama, se Edvin Edi Rama, e ka ndru emrin. Vetëm se ka qenë hajdut, po jo... E ka di pse ja mori ato, ikonat ati, Korçarit. Vite ke teatri, unë jam nga ato teatrit, më falë. Jam nga ato që kam nejtë 2 vjetë në teatr, na i prishi kë, plera bashkisë teatrin. Do ta bëjnë të rria, do thonë që do bëjmë një teatr. Po parë Shqipe, di ku ka qenë? Në Tiranë. A e di? Na thoj ti. Është teatri i operës, ka qenë Vjosa. Aty ka qenë shkolla pare Shqipe në Tiranë e prishi, kjo plera e prishi. Do bëhet i pallat shumë i bukur aty me Po kokën. qarme e kanë bërë atë, jo me jo, atë ka lulishtë tashi. Vjosa, tashi aty ka qenë Vjosa, ajo ka qenë Hotel Vjosa, aty ka qenë shkolla parë Shqipe në Tiranë. E prishi, prishi teatrin. Ishte, ajo teatri që, si ta them unë të, La Scala në miniatur. Jo La Scales, po them se ishte ashtu. Po në miniatur kam qenë, unë kam pa. Prishin teatrin sepse do ndërtojnë një më të ri, më të madh, sepse Tirana është zhvilluar. Ishte vend tjetër pra. Po çfarë do s'lan kinema, s'lan ashtu, do bëjnë këto, më fal. Do bëjnë këto. Do në vetëm shkatërim bëjnë. Tek prishja megjithëse tash i kanë hyrë maleve. Bën Bregdetin, tash i kanë hyrë male, ke marrë vesh. Televizori kanë hyrë maleve. Që privatizojnë, bëjnë turizmo në përmale, se i kanë kapto, nuk i lëshojnë kollaj. Se nuk e majmë në titullin që kanë shkryt. Mund të aplikoni edhe ju për malet €1, ose zona e mbrojtur €1, që është... Unë e kom kry atë timen, s'kisha me kry. Më vjen keq për brezin e ri, për shqiptarin, pse po e shkatrojnë shqiptarin. Pjesën e kësaj që the prishi shkollën, sepse ishte shkolla e vjetër, e parë Shqipe në Tiranë, ishte Vjosa, e bëri lulishte. Vetëm plakatën kishte, se s'ishte më shkolla jo, ishte Hotel Vjosa. Mas opera s'tu pra, është lulishte tash aty. Aty kanë bërë një, mbas kësaj që thua ti kanë bërë një pallat tjetër. Kokë Skënderbeut që kanë bërë atje, gjasë me kohë. A është kokë Skënderbeut ajo? Shkun e kanë rrethu këtë, e kanë rrethu Skënderbeun këtu, vetëm sepse është problemi muslimanëve, se nuk e duan muslimanët, se i quajnë Skënderbeun tradhtar, di se i quajnë muslimanët. E quajnë Skënderbeun tradhtar muslimanë, kanë tradhtu turqit. Se diti që kanë dalë, që flasin. Ajo është eurokombëtare, ç'lidhje ka hyme. Ajo është eurokombëtare. Ka tradhtu turqit thonë këto. Pjesa e fesë është ka tradhtu turqit. Ore mos më jep këto se unë nuk pushoj kështu për të fol flas sa dushun, po mos më jep këto gjëna. Bukur thotë që ka rrethon, unë e di se ajo po restaurohet. Po sa vajte 10 muaj? E disa koka, ka kalu i muaj ca, 2 muaj. Çfarë restaurohet ajo më? Kaftohet, bravo. Tani ai është bërë një pallat aty mbrapa, a të ngjan ty me kokën e Skënderbeut? Po ashtu e kanë bërë si kokë e këtij Edi Ramës. Ngjan si kokë e Edi Ramës. Ajo që kanë bërë këtu lart. Asa kokë e Edi Ramës pra, atë thot për Skënderbeun, po ka bërë kokën e vet, më duket. Po. Atje. Se dha ti ju ka bërë kështu. Kokën e vet. Ka bërë kokën e vet, çka ka bërë? Tani, atje tham koka e Skënderbeut, është si koka e Edi Ramës, nuk është koka e Skënderbeut. Po ky me kulla, koka kujt është? Kuba. Çfarë bën këto e shkatruan Tiranën, unë jam lider në Tiranë. E Tirana nuk ishte nevojë të shkatrojnë gjonat e vjetra. Kanë bërë ngrit këto, kanë sahatin edhe xhamia
qëndron të xhamia si kulturë që kemë pas ne në Shqipëri, edhe sa si çka bo, pallate, e ka mulu sikur ta prisje të këtij dite. Edhe Saatin ka për ta prishë ditën. Jam duke kërkuar një foto, ishte një projekt që Po kishte rëdzu, se këto janë piçgavis to. Thonë u rëdzu. U rëdzu thonë po. Ishte një foto që ka akoma kulla të tjera që do ndërtohen nëpër Tiranë. Pra këto janë shumë pak. Por Kemi gjitha nevojë për ato do kulla të tjera. ndërtojnë do ta bëjnë këtu çfarë do ta bëjnë. Çfarë do bëjnë këto? Këto i kanë hyrë me themel shqiptarisë, me gjuhën shqipe, po i ka as sharangosht. Këtyre Ku i ka sarangosht? sepse nuk po heqin dot gjuhën shqipe. Se gjuha shqipe është gjuhë hynore. Nuk s'duket kollaj gjuha shqipe. Ju si qytetar mendoni që këta po mundohen që si me Edhe këto ngritjen gjuhën e dun me ne, shiko tabelat si janë. Vetëm në gjuhë të ujë, gjithë tabelat, si tabelat. Ajo ndoshta është sepse është rritur turizmi dhe duan të orientohen turistë. E turistë. bën zogut këtë punë, edhe i tha zogut, po, shumë mirë. Kush do ta shkruajë gjuhë të ujë, taks 2 fish. Edhe hoqën i kthyn gjithë shqip, këtë zogut. Zogu i ka bo, ja unë nërun 50 vjetë tonë. Pra ju po thoni që po shkatrohet tradita, kultura. Po, këto vazhdojnë, po vetëm një ka asë sharangosht anglo-amerikanët. Ato na i sollën e, pse Amerika që kujtoti. Anglo-amerikanët sollën e fatkeqësinë më të madhe në Shqipëri. Varrin, pse ja hoqën Veroxha ati, fishtës. Omeri shqiptar, ka qenë fishta. Ja hoqë varrin, ja udhë e në Veroxha në lumë. Sepse nga që i theshte për Europën që na shkatrun neve në 5 shtete, na kanë bërë, s'ka si vetë në botës që rrethohet nga vetja vetë, vetëm ne jemi. Ne rrethohemi nga vetja jonë. Malizis ka qenë, me Serbia ka ardhur vonë xhamun. Me Greqi s'ka ekzistu, është rrenë Greqia, është gjithë shqiptari. Edhe sot e kësaj dite, deri Siri flasin shqip, edhe në Moskë, edhe në Bashkimin Sovjetik flasin shqip, ke fshatra sa të dush. Në valë, që flasin shqip, edhe në Bashkimin Sovjetik. Do ja arrin do ta shkatrojnë edhe këtë gjën e fundit që ka ngelur. Pa Europa, se flas kështu, një çik lapa saj. Ta e lishoj. Shjeto jemi dhe ne. Jo, ja ka thonë ai. O Europë, kurp që monti, fishta. O Europë, kurp që monti. Një fjalë. Që monti, fishta. E pranaj ja hoqi varrën e ja hodhi në Veroxha. Pas ka dëgjuar dhe Trumpi këtë gjën. Patjetër, Trumpi. Për mu, ku Amerika, nuk kam pas konsiderat deri diku, po më tepër shkatron. Amerika? Pa, cilë deri me i farveni, po s'pati përfitimet ato, aty lem balë dhe ikën, të dhën plena. Qa mendon për këtë Trumpin tash që ka hyrë me spat të madhe gjithë tyre lidrave, një për jashton, një për zë, një për... E du mineralit, i du për popullin tim, ashtu jo, ashtu, e qaj një moj ahy, vetëm për vjetë mineralet, se ka pasuria atje, pra ne, vetëm për këtë punë. Se, qa? Po për qa e punë? E bo për, se i dhim dhe s'populli atyre, qa të thumë djarë. A ka politikanë sinqertë në Shqipëri? A se s'ka me pas. Pse? Ja gjitha tani se më na fusin burë. Pse më? I kam qepej, se di mu sillu me njerëzit. Me ne pension jemi 800.000 pensionista ne. A i në ka dhonë 500.000 lek dhe rësi. E ka 2 pishu rogën, e mujt, e 13. E ka boj 100, 150, 250, dhe 250 gruje ime, 500.000 lek. I merë ti? I marun, se me gjithë grus. Të shi që t'i themin e, Sala nuk në shtoj ati gram legu. Me 120.000 lek dole në pension këtë Sales. O s'paku, gjoni pra gjoni, 500.000 lek roga 13. E dorzoj Sala me 125.000 lek. 5.000 lek në kështu Sala, me thonë dhe, mos me jahu poshtë. Kurse kjo 125 e mori, më ka shku mu 230.000 lek. Ti e i knaq, me 230.000 lek ti, kur rafsha mos u vrafsha? Jo me jo, sa më shumë më mire. Për atë dhe di, sa më shumë më mire. Po që s'ka, ne nuk ka, po se s'paguin koda këto. Në koda këto. Po mi, për rritën e çmimeve, shikonti? Rritë e çmimeve është për gjithë. Vërte mund të rrisin roka ta, po edhe çmimet tani? Së është për gjithë. Flasim për çmimet bazë, sheqer, makarona, oriz, këto. Për ne është ajo.
Aja ngritë e shmirë. Kohën që u rrit 5.000 lek, orizi ka qenë 800 lek. Sot e ketë 2.000 lek, 1.800 lek. Orizi ka qenë në kotë fatosnanës 600, për atë dhudi. Ma të ne e boni sala 800 e 1.000. Ky e boni më ke gjë kjo, nuk e bëha sala, e bëjnë matrapatit këtë punë. Po s'deshi Sala dhe Rama s'ka... E bëjnë... Këto, matrapatit, shmimet i bëjnë matrapatit. E morin 800 lek orizin kinë për shemë, 80 lek sa. E ne shetin këtu i 1.600 lek. Këj quhet matrapatlik. Ti thua që unë me 230.000 lek jam... Jo, unë krasova Salën me Edin. Me 125, me 230 është, si është më mirë. Edhe me 800 lek orizi dhe 1.800 lek... Jemi po aty mendoj unë. Ore, ka oriz i 1.200, ka i 1.600, ka i 1.800. Më shko ke 1.800 që ti unë shkoj ke 1.000 lekshi. A i 1.000 lekshi bëhet laq? A, po dishta ka tush nuk bëhet laq. Po dishta ka tush. Dhe me dhe kurs të ati? Po dishta ka gatush, 1 me 2, 1 oriz 2 uj, 5 garushe oriz, 10 garushe uj, nuk bëhet laqej. Po dish me gatu. Zdite me gatu, më zëri udhi uj, është shala bëhet pilap. Profsh. Gjithë mirë të quno, e në bofshi qef, e në... A thua se do dali Erion Velije nga Spaku tani apo nga... Do dali, do dali i gjithë men. Kush a shptoj ata? Do dali aty në bashki e ka venin e. E në pri not këtyne që kanë fund burga i do kandidoj para për kryetar bashki. Kush e ka fund burgat? Saliva i futin. Për Saliva i futin burgat dhe të e bo çdo ditë, çdo javë demonstrate. E pse bojnë demonstrate? Ka vdeva i Revelia, ka vila tje Erion Velia, në Qeret, ka vaj. Si ka numru vilet e veta ky? Po, është po Spaku që futi Sali Berisha në arrest shtëpie, po Sali Berisha që pas ka bles Spakun, ka arrestuar Velien, s'po më lidhen këtë gjë. E qiti ka arrest të shtëpisë. E qiti sa e kam fryk Salën. Kush e nxori, Erion Velie? E qiti këta me të Spakut. Këta me ky. Pse Spaku është i Berishës tuati? O, e ka kompromentuar, e kanë fryk Berishën këta, mos e dy të to. Se qa... E kanë fryk Berishën, pik. Po Rama, ka frik Berisha? Qa bëllë Rama për Berishën. Po qa bëllë Rama për Berishën. Rama, mirë i thotë, ne ma qita të televizorat bumin, ta mund që Saliu ja ka pu pikturin. Ku qa bëllë Rama për Saliu, sa ka kalu si Saliu e... Vete thej që Spaku Berishën se futi do të brenda në arrest, vetëm e la arrest shtëpie, kurse Lalin... Po kanë fryk, po prapë do ta qisin, ma men. Se la në arrest shtëpie. Ore, po do ta është 1-0 më duket mua. Ore, do ta qisin, s'kam fillu e ti me ta la. Ka dokumente që s'ka vjedh jo. Tash i ka more, po jo sa thonë këto me miliona, miliarda, që pën këto miliarda me, vjedh miliarda, kuj qënë këto? Sigur ti kështë vjedhu ti aq miliarda sa i thonë në ati Velijet, sa vite burg do bëje? Pushkatim. Pushkatim, po nuk besej të këtë Mos kur thoshe nëri, na i këto lek dhe bëj kaq vite burg, i bëj? I bëj, me qef. Me qef i bëj, ama sigurisht e shpim. Pas e besej të këtë vjetë, nuk vjetë. Ma e mirë dhe. Unë kam bët kuptimin tim. Njerëzit ka nevojë tani. Si vetë bët kuptimin e vetë, unë nuk kam, se nuk e ndryshoj mene njerëzve. Asne jo, asne nuk e ndryshoj. Por është mirë kur del një gjë ashtu siç ti e mendon. Pra, qa mendimi ka populli dhe shumë nga këta politikanët sot ose këta që drejtojnë drejtues televizionit. Ja plotësoj atë numrin duket. Edhe do ashtu që do garoj. O, ajo do fitoj o s'ka, mirë. Po, sa do fitoj nuk e di, po është në fillimet. Është në fillimet, nuk është se ashtu. Po i gjiron. Po vetëm këtë Telenit në gjiro. Këtë më jep, Teleni Kocaqit. Atë ma jep, tjerët më hiq. Pas ka marrë për fushat në duket. Jo, kam shku vetë nga mrapa, unë kam marrë 5 libra kam lexuar të asaj. Është me shkolla, jo, me gjuhë tuja, me shkollë, ka parshiva, ti lexosh librat e asaj. Po edhe Ben Blushi ka për gjithë ato libra, bën Po varë që ka shkruajt, se flasim për ato. Ajo librin e parë që kam lexuar si e krijoi Austro-Hungaria Shqipërinë. Austro-Hungaria na boni ne.
Amerika e prishi Austro-Hungarin, e ndau dysh. Kush e boni Amerika? Austro-Hungarin. Ato na kryun ne. Bertoldi, ministri jashtëm, i Austro-Hungaria erdhi këtu, që venosi dhe me ashu për Shqipërinë. Noshta për interesat veta, po ne të pakën mbjetuam deri sot. Kalofshi mirë çuna edhe se më vjen keq se unë kështu po dush, maj sa dush me llave, por nuk du të japësh gjitha gjona, inshallah. Ulemi ditët bëjmë një intervistë shtruar, ulemi kafe në një ambiente, në studio. Se nuk jam unë për kështu. Pse? Për bërë intervista nuk jam. Se më tha dhe ajo, Eleni, flet shumë për të morë aty, për ashtu i thash unë në përmbledhje nuk jam çu herë me fol. Unë kam marrë pjesë në elektrifikim. Kam marrë pjesë, më rapa dajtit, kam elektrifikuar fshatrën. Se ka elektricist kam qenë. Në industri, kam majtë industrinë. Kam punu në industri, elektricist, specialist. Ose fik, do të pyes edhe një gjë me që më thej që kam punuar në elektrik, në elektrifikim etj. Këta po thon tani që Shqipëria nuk e ka kapacitetet e duhura për të përballuar gjithë territorin e vet me energji elektrike dhe kanë futur këto panelet e reja diellore, të shkojnë blejnë jashtë, bëjnë marrëveshje, po tentojnë që të rrisin çmimin. Tani duke qenë se është fushat, po mundohen që ta ulin, mbande ulën 1 lek, 2 lek çmimin e energjisë, po tendenca është që të rritet çmimi i energjisë. Ti si shikon këtë gjë duke qenë se ke qenë pjesë? Zoti, ne jemi beku nga Zoti kur thonë, se unë nuk jam shumë fetar. Ashtu, ka diçka të natyrshme, por nuk e dim, as e kena ba. Por zona jonë që jemi ne është e bekuar. Ka mbi 300 sa ditë në vit që janë me diell. Kështu që ato panelet diellore janë të nevojshme dhe shumë mirë që bëhen. Ato janë të mira, sepse tash shiu bie, ke diellin edhe me energji elektrike. Veri në ai panel diellor, me i bateri kjo ndriçon vetë natën. Ka nevojë të harxhosh energji elektrike. Problemi është se këta në energjinë elektrike po tentojnë që ta rrisin. Sepse thonë që nuk kemi kapacitetet e duhura për të përballuar gjithë territorin. Hidrocentralet i boni populli shqiptar, i boni me djerës e popullit, shkojnë ja dhanë me konceksion turkut. Hidrocentralet, ja ka thonë turkut, merë me menë se që bojnë sale me gjithë to. Turku na pështoj, turku po na ban me energji. Turku na mori 5 vjetë, turku akoma me Turqin. Turku na prodhon hekurin, turku na prodhon. E kanë bë ato Osmanin, sikur me qenë Skënderbeu. Ai prit Bizantin, shkatrun Bizantin, ka qenë shqiptar Bizanti. Bizanti. Edhe i shqiptar. Bizanti, shqiptar ka qenë, Turqia që ka qenë. Edhe Turqia. Po plas, Pallas këtë historia jo në mohuar. Aleko, Dimitër Pilika, merë lexohet Dimitër Pilika. Është kaq libri. Pallas këtë dhe historia jo në mohuar. E Dimitër Pilikës. E një gjojë se që thot ajo atje. Ka qenë pedagog me tituj në Prag, erdi këtu, ja dojë librat e në Verogji, me ti mësus në përfshatra gjithë jetën. Qofsh mirë, falemderit. Se kështu të bajsa dush me lape, për të folë nuk jam për kështu. Profsh, ti fletë shumë mirë, bu. Nga varet nga montazhiri dhe kameramani, kjo e ka ndorë. Tërk jetën tuaj keni jetuar në Tiranë? Ja, burrin e kom pas Shkodron. Më la para 3 vjetëve, në Rojet, faleminderit. Po kam jetu në Greqi 20, qysh 91-shin, e deri para 7 vjetëve. 7 vjetë kom që kom marrë këtu. Tash i do kthehem prap nëna se kom me të krejt vetëm. Këtu? Papa. Kella majti kom anej. Qunën e kom në Norvegji, gocën e kom në Athinë. Atje ku kemi jetu gjithë bashkë. Nuk po shoh se po më nimo kërkush as qeveri. S'ka ligje qeveria për ne pleq. Pensioni im është 90.000 lekë. Që të mërë, unë jam me probleme me zemrën, kam bën ndërhyrje kirurgjikale. Si ti përballoj unë këtu? Do t'i bohem rënë kalamojve, s'kom që bëj. Në rrofshin kalamojt. Kena punuar në këtu, kena dhonë shpirtin. Qa punë keni bërë kur keni qenë moshën tuaj të ri? Unë kam punu në institut në lartë pedagogjik. Kam qenë magazinjere. Pra ju keni punuar këtë magazinjere për sa vitesh? Edhe ju ka dalë pension 90.000 lekë? Pa nuk punova shumë, se të hikësh në 91-shin, unë kam qenë 20 vjeç, pa po 20 vjeç. Më kupta kështu që ishin 15 vjetë punë.
Edhe mora të pjesëshëm. Edhe me atë jam hala nona. Më doli 72.000 lek, e merë veshti se qashtë që ku jetojmë ne. Tashi, më kryesorja është se erdha, se thamë, ishala, o rregullu kjo Shqipni. Ishala për rregullohen gjonat me shpresë. Unë po kthehem prapë. Do vdesim vendin e huj, nona. E ja kam lona manet kalamojve. Mas më leni atje. Kam burrin këtu. Kam nejt 50 djetë jetë me te. Buk të amëll, me mjallë të sheqerë. Shkodron. Me nivel intelektual, ka qenë sportist. Ka qenë trajner sporti për ngritjen e peshave. Ishte njeri shumë i mirë. Shumë i mirë. Më kalon, më ka tha gojen, se kështu folim në Tirancit. Më ka tha gojen. Tashi po shkoj ke kalamajt, inshallah do zoti më hecën marrë atje me shneti. Unë si përballoj do të as ushqimit, as ilaçeve, as analizave, as doktorve, se të morin nuk të shef se qa keti nëne. Shef, a kene i qik gjepin e frymë se... Edhe atje? Ka. Atje nuk e kam këte. Pse? Kam bo 2 herë ndërhyrje. As si 5 lekë. Kam shku ke sotiria. Është spital jashtëzakonisht i mirë. Ka qenë ushtarak dikur, tash është spital shtetëror edhe një pjesë privat. As si 5 lekë nuk më morën. Ju betohem. Atje kam një lloj siguracioni, unë që ato i thonë amka. Edhe në bazë të saj, unë marr edhe ilaçet me rimbursim që i thonë këtu, edhe vizitat atje i bëj pa as i 5 lekësh në spital mrena. Edhe këtu ashtu funksionon, pra rregullat kështu janë. Ilaçet për pensionistët janë falas ose me rimbursim dhe vizitat janë falas. Nuk është falas. Ku është falas? Në spital? Më shkova në spital me bo analizat, më kërkum pare. Thash, që pare, thash? Që leku, thash, do t'i thash? Kush t'i kërkoj lek? Atje. Kenon Tereza? Po, Kenon Tereza. Erdhe më sanaj ke kjo, se e kom afer ke Amerikanit, që është kjo. E kom afer me shpi, thash, po shkoj i herë këtu. Më mori 150 euro analizat. Se kjo është tjetër sepse është privat. Po, privat. 150 euro, ne më kërkoj për me bo nërhyrjen 7 milion. 7 milion. Kuptoti 7 milion ti morësh një pensionistje? 7 milion lek. Që bën ndërhyrje? Po. Tek Nën Tereza jam interesuar, kush o kërkoj lekët? Nën Tereza, nuk e di tash ishte në sportella, jo, dhe tha bëhet kështu, shkruhet aty, do të pagush kaq se 5.000 lekë më duket ishte. Se që ishte e rregullore, çfarë thash, unë s'kam i 5 lekë, thash. Ne në kohë të Enver Hoxhës nuk kena pagu pare. Këtu do që të hysh mrena ke spitali me taku një vizitor, do t'japësh 5.000 lekë se s'fut mrena roja. Është rregullu spitali, është bërë me kushte komode. O bo kushte komode, po njerëzit s'janë bo komod. Njerëzit nuk janë rregullu birë. Këto kanë rregullu, këto gredaçelat i din vetë ato si kanë rregullu, por ama njerëzit janë nuk kuptojnë njerëzit. Se ku po shkojnë, se qa bëjnë. Gjithë ditën rrinë në për lokale, gjithë ditën në për mihone, rinia, studenteske, gjasme. Këto të pa punët, që thonë s'ka punë, ka punë këtu. Po s'ka njerës që kërkojnë punën, nuk e dunë punën. Unë kështu menoj. Pse mendon? E di pse menoj. Se, kur erdha unë para 7 vjetëve, erdhi quni im. Edhe qunin e kam pas kasap në Greqi, më vonë më sanajmë 2010 niku. Edhe e di mirë profesionin. Edhe pyti këtu, a i s'kishe për të nejtë këtu, po këtë për kuriozitetin e ti. Unë tha jam specializu për këte. Hajde kur dush i tha, kasapi. Edhe më tha, mamë tha, psa në kohën këta, unë këtë tha i thash. Që a më merë se unë jam i specializum, kam dokumente tjera. Edhe më tha, kur të dush?
Pa ti thua pun ka, po s'ka profesionist. S'ka profesionista. Plus që nuk kanë edhe dëshirën, nuk kanë, janë demela. Po rrogat. Tash i rrogat, unë nuk e di se s'jam shumë e informuar për rrogat. Po, pranaj s'punojnë. Edhe morin laloqen e hikin jashtë shtetit. Atje bëjnë sklevër, unë e kam provu të keqe nona. 34 vjetë do me thonë, pavarësisht se unë kam 7 vjetë që kam marrë të kënej, por jam në kontakt se shkoj rri shumë atje, rri 3 muaj këtu, shkoj atje. Do me thonë një ditë që të gjitha. Edhe atje ashtu është, nuk janë të kënaqur shumë, por nuk duan të rrinë pa punë. Si që ka kjo? Si shikon zhvillimin? Urna? Se kanë ikë shqiptarët? Unë për vetën time, tash i 91 kur ikëm neve, u përmyt çdo gjë. Tash i këtu, nuk e di pse ikin, ndoshta pa punësia, ndoshta pa ajo që nuk i plotësohen nevojat me atë rrogë që morin, se kanë metën e ne çunat, e ne gocat rrim pa martu, se si përgjigjem do të familjes, thot, me kriju familje. Pse? Me 400.000 lekë që të bëjon, thot. Ndoshta ka qera, ndoshta ka për qera për të pagu, ndoshta ka nonën në shtëpi, do të maj pleqt. Me 400.000 lekë që të bëja i shkojnë të ka e para që vërtet ka punë, po s'ka profesionist, por nuk ka profesionist që të paguajnë, ta paguajnë atë profesionist, që të paguash i profesionist, ti vetë do të jesh profesionist, që të paguash i profesionist. Më kupton? Nuk e di pse i mbire pa ata që të thjesht. 91-shin, ju keni ikur. 91-shin në... Kush ishte arsye që ju u larguat nga Shqipëria? A dit, momenti im shoq pa punë. Unë po ashtu, se punojshim unë punojsha në institut, im shoq punonte, ishte trajneret me këto, ju ndërpreda ajo, se kuptohet, punonte në Uzintelit, ishte pesorsh, punonte në Uzintelit, edhe aty nuk ishte lëndën kryesore qa maj menun, ju ndërprej puna, se punonte në deoksidim të bakrit. Ky ishte puna që bante. Lënda parë nuk vinte më, u mbyll ajo, si të thush, ai repart. Vend tjetër s'kishe ku me shku, edhe më thotë o gru, thotë, ti pa punë, unë pa punë, 2 kalamaj, që do bëjmë? Bëjmë provi herë, thotë. Ti shkoj, thash, unë do rri herë këto. Mirë po në atë ko, unë në gocën e kisha në adolescencë, edhe sa morën vesh që mu miku burri, më thynë derën e shtëpis, më thynë xhamat, unë risha në 4-3, më thynë xhamat, atëherë më kapi shumë frika, kam një mesën time këtu, nërhyni për me më qitë vizën, se ishte ala ajo për vizat, më nëzori vizën, e zotja harroj kurrët i njeriu se s'pa e jap emrin, ka qenë në shtetën për shtet me këto demokratët, më nimoj, mora 2 fëmijë dhe ika. E qysh prej asaj kohe, deri në 2018-ën, 17-ën, unë jam këtu. U ktheva, nejta atje deri në 2017-ën, erdha këtu, menova e thash inshallah, thash, jena 2 pleqt, zotë si jena me punu. Kena punu shumë. Sa s'mund të rrim as nuk kam jo të shte. Jemi konsumu jeshtë zakonisht. Kalamoj ti lejmë të lirë, ndërtojnë dhe ato familjet e tyre se janë bo me fëmijë, mos meren me ne pleqt, se tham, këtu do t'i kemi ilacet pa pare, do t'kemi doktorin pa pare, më kupta? Në vendin tonë jemi, dikush një nim, dikush i tjetër, absolutisht. Edhe njerëzit janë ftoft, edhe njerëzit janë largu. Do të pyesja unë, si e shihni Shqipërinë para 90-s dhe pas 90-s? Përgjithsisht Tirana, ku ju jeni rritur, keni krijuar familjen. Shumë kompaksi. Si thon? Kompaksi. Ndërthurje, bashkëpunim me familje, hyrje dalje, dashuri, harmoni, përkushtoheshim, do me thënë, një grip të kishte, shkojshim vrap, si u bone, a je ma mirë, tash i me i telefon, si a je mirë, hajt i shallat kalume. Jën ftof njerëzit krejt, vlaj me motër, motër me vla, nona me kalamojt, jën ftof krejt. Nuk e di pse ka ardhur kjo gjë me madhe këtu në Shqipëni. Kam kujtu se do rrujmë traditat, se ne jemi në shtat fundit vend që rrujmë tradita, që mahemi. Po, nuk shoh. Ka disa që thonë që kjo gjëja, pra ky lloj bashkëpunimi
kjo ndërthurja ose harmonia që kanë shqiptarët me njëri tjetrin, disa thonë që nuk është pozitive sepse thotë unë kam qefin tim, do shkoj familjen time, derën time dhe kaq. Pra kjo është sipas jush, domethënë si është? Pra ky lloj emancipimi është i gabuar? Shumë i gabum, shumë i gabum. Di pse? Tashi kur je i ri, kur rafsha mos u vrafsha. Ama kur fillon e vjen në një moshë të pjekun, edhe krijon familje, fëmia jot nuk do njofi as dajën, as shumë e dajës, as shumë e tezës, as shumë e hallës. Kur të rritet më thënaj, dashurohen ato me njëri tjetrin. I kjo pra është pra që kena pas kompaksi, kena hy, kena dal për shqyqyre, për medete, për gëzime. Që është kjo punë kështu? Nuk është logjike kjo apo jo? Nuk është logjike. Ftofen kalamajnë me njëri tjetrin. Unë tash kam 30 sa vjet që kam hik, 34 vjet. Kalamajt e mi, pa dashjen e tyre, se kështu erdhi jeta, pa dashjen e tyre nuk njohin kushërinë e vet. Nuk i njohin. Jo ma kalamajt e kushërinëve që zbohet fjalë, po kushërinë e vet, të afërt nuk i njohin. Nuk i din emrat. Kjo është, ne po ftofemi, ne po shkatrohemi si kom. Pra, sebebi po kaloj tek pjesa e dasmave. Për thënë, dasmat bëheshin vetëm për të krijuar këtë, thonë ju, për të krijuar njohje për fare fisin, ose sebebet të ndryshme e krijuar familje. Me u bashku, jo njohje, me u bashku me njëri tjetrin, me u lidh më shumë, me qenë më të dashtun me njëri tjetrin, se flasë edhe më djelë tek Shkodrën, me qenë edhe më të dashtun me njëri tjetrin, se me ngatroj me djelë të prekupoheni qik për njëri tjetrin, që t'i gjinden në rastet vështira. Unë kupto? Kjo është reciproke. Kur më gjindesh mu, jo se ma le borxh, po ndjehem si e përgjithshme, them, për zotin mu ka gjinë ditë vështirë. Do bëjt shmosin, edhe me i kam tjem, unë do bëjt shmosin. Kështu e kena pas ne të shte. Edhe një pyetje të fundit kam unë, duke qenë se ju vetë tha që në 91 ikët dhe ikët në Greqi, apo jo? Po, në Greqi. Pse ka ndodhur kjo lloj, nuk po duhet të them ndasi ose ftohtësi mes dy vendeve, Greqia dhe Shqipëria, përse i përket shqiptarët gjithë kanë shkuar dhe kanë pasur si një lloj porte, si një lloj burim të ardhur, si më thënë, shkonin, punonin në Greqi dhe vinin. Ju vetë si e keni parë, a keni ndjerë një lloj përçmimi, racizmi nga shtetasit grek? Jo, do të them diçka. Ne kur shkum në fillim, na afron shumë grekët, si ishim të parët. Sidomos në atë zonë ku kam shku unë, në Glifada, ishim të parët, nuk e njifshin Shqipërinë. Vetëm se erdhen me tanases, thanë, edhe ullëshun gjithë, me të napru, tenxhere, veshmatje, ushqime, qa kishim nevoj, roba, batanie, se ishte, do më thanë kohë që ishte ftofët. Neve nuk në ka, ta them për buz, njeri, ose... Për të parë me një lloj racizmi, ose me një lloj dashakeqësie, Ja. Ne kalim në kozë, duke parë se kush jemi ne, familjar të mirë, kalamajt në për shkolla, burri punonte, unë punojsha, ato na afrun edhe më shumë. Unë nuk e kam ndjerë racizmin, edhe për këte e them me shumë sinceritet. Nuk e kam ndjerë racizmin, por kur fillun, është edhe kjo, kur fillun duke ardhë nga mali, shumë, do ishin mbështetje, zgjetën mbështetje, do ishin të hanin, zgjenin, donin punë, gjuhën jo, zakonet jo, më kupta? Duke u pa dhe i qikë jo të emancipum, nuk i afroj njeri. Atëhere, nuk i afroj njeri. Atëhere, zakonisht familjarët i afronin. Kanë zemër, nuk jam pa zemër. Unë, ku do që kam shku, se kam në rru 2-3 shtëpia atje, mu më kanë afru mirë, më kanë respektu, gjithë familjen, edhe bile më kanë thonë qatë keni nevoj, mos nguronit në thoni. Unë jam shumë e knaqur. Të them sinqerisht jam e knaqur. Kam shku me kërku punë. Sigurisht, në fillim nuk disha gjuhën. Qëllova me një familje që dishin italisht, se ishte kapiten anije i shoqi,
edhe nga që shkonin shpesh në Itali, edhe njëni fëmijë kishte studiu në Itali, ato dishin mirë italisht. Edhe që fati jonë që duke fol italisht, përkthenim edhe në greqisht, mësuam edhe greqishten. Njëkohësisht mësot dy gjuhë, dhe italishtën dhe... Po, jo, italishtën e kam ditë, edhe goca ime, edhe frëngjishten sa Se, si të kesh i burr shkodran është turp, mos dish italisht. Tamam. Edhe kështu që ne ishim shumë të respektu me thënë drejtën, unë nuk e kam një asnjëherë. Unë që të një edhe familja ime, edhe fëmijët e mi. Vajza ime shkoi në kolegj amerikan, se në Shkodër filloi shkollën për kanto, pianoforte dhe kanto, që mos ta nërprisnim atë. Ne e shumë në një shkollë në kolegj amerikan që është në Glifada. Aty studioj vajza, njëkohësisht bënte edhe shkollën që s'kishte marru 8 vjeçaren, po bënte edhe kanton. Edhe aty unë ndjem shumë mirë. E merrte mësuesja me përkëdheli, me dashamirësi, me respekt shumë. Qa ke nevojë kur ishte ndonjëherë vonë e binte në shtëpi, që mos vonohesh se t'ikën orari bukës, do me thonë, unë nuk kam djera si gjë. Pra ju thoni që shqiptarët ja bënin vetes... Ja kam bo vetes, se fillon të vjedh, nosha i bëri nevoja, se s'gjenim do të punë, nosha kishte ves, se atëherë thojshin dolën për burgut edhe u dyndën në për Greqi, tash se kush ishin ato unë nuk e di, por amor lan një emër shumë të keq. Edhe unë nga jo pyeta sepse ndodh shpesh që dëgjoj nëpër biseda familjare, Prej fatit digjet i njomi. Po, thonë që grekët janë racista. Unë kam pasur një rast vet, kam shkuar në Greqi me makinë dhe më thanë që mos mbaj në makinë asnjë lloj flamur, simbol të dukshëm, sepse të thyen xhamat e makinës dhe unë thash pse më unë nuk po shkoj në luftë. Edhe mos më gjeti gjë, por që pse është kjo gjëja që shqiptarët mendojnë për grekët ashtu dhe për këtë doja të pyesja dhe doja një dikë që e ka përjetuar vetë këtë gjë. Unë kam jetuar shumë mirë atje, më thon drejtën. Edhe kjo nuk ma merr mendje se ka ndodhur ndonjëherë në Greqi. Një gjë. Nëse ti më sillesh harbuç agresiv, edhe ato nuk janë budalli. Edhe ato kanë edhe zemër, kanë edhe ato karakterin, egon e tyre, edhe ashtu do të përgjigjen. Nëse ti ditë sillesh, me cilin do qoftë, i lartë, i vogël, i mesëm, ashtu do të përgjigjet. Nëse në një farë mënyrë një person për shembull nuk ta jep atë që ti e merr, e jep edhe se merr reciprokisht, nëse ti je me brum, largohu, më fal. Bona gabim, më fal. Me ul tonet, jo me nxit. Kush është më zhvilluar, Athina apo Tirana? Me thonë të drejtën, këto vitet e fundit, me sa po jetoj unë këtu, kështu greku i thot facika, do më thënë, në sipërfaqësore, Tirana është. Sipërfaqësore. Po të shkosh, unë jam le rrit në rrugën Alidemi, të shkosh në atë rrugica është si në mesjet. Pra, ka bo rregullime këtu aty ku kalojnë to që vinë turista, në për lagjet e Tiranës është skandal vesh duart në kokë. Se Athina i ka rregulluar gjitha lagjet edhe për mbrëmësi. Po, edhe një pasërti të mrekullueshme. Jo vetëm aty në Athinë, por edhe në Prishuj, kudo që të shkosh, atje ka pasërti, ka rregull, ka disiplinë. Unë për vete, unë flas fjalët më të mira për ata. E du vendin tim, e du Tiranën time, kupto? Më pëlqen si është bë, por nuk më pëlqen që është bë sipërfaqësore. Shkosh në për lagjet e Tiranës, po të them, po ta jap rrugën Gabriel Dara, shkoni, shifni, atje është mes jetë më ju lutem, shkoni, filmoni, mos filmoni vetëm këto bukurina. Shkoni një herë atje. Edhe do të çuditeni. Ju e keni mbajtur shtëpinë këtu, e keni akoma? Ja. Ne s'kena as shtëpi, unë erdha me qera këtu, se kalamajt... Pa, i shitëm për 5 lek. Në atë kohë kur hikëm, sa ashu ishte kohë atëhere, 70-80.000 lek shqiptare. Edhe sot jam nona pa shtëpi. Tash e kam një shtëpi atje pa qera. Ku të shkoj Ketufina,
E kom i shtëpi atje, kështu që nuk jam fare bashkë. Edhe atje është problem se kam E kom fillu. 10 vite. Unë të përshëndes shumë, ishte një bisedë shumë e ngrohtë dhe shumë e këndshme. Shumë faleminderit. Gjithë të mirë dhe paçi jetë edhe shëndet. Edhe suksese kudo që të shkoni. Shumë faleminderit gjithëve bashkë inshallah. Ditën e mirë, ditën e mirë.